Këtë të mërkur, kryeqyteti shqiptar u bë mikpritës i takimit ndërkombëtar të korridorit të 8, një projekt i rëndësishëm transporti dhe infrastrukturor që lidh detin e Adriatik me detin e Zi. Në Pallatin e Brigatave, ministrja e punëve të jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali priti delegacione nga Italia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Rumania. Në fjalën e saj, Spiropali theksoi rolin e Shqipërisë si një nyje e besueshme e këtij boshti strategjik dhe përkushtimin e vendit për të mbështetur stabilitetin dhe zhvillimin rajonal. Rrugët, hekurullat, portet dhe lidhjet energjetike janë asete strategjike. Korridori 8 është i vetmi aks i vërtet lindje perëndim në Europën juglindore. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi përmes vendeve tona, të gjithë anëtarët të NATO-s. Kjo i jep këtij korridori një dimension të dytë shumë praktik. Ai nuk është vetëm një projekt ekonomik dhe integrues, ai është një korridor ndërveprueshmërie. Ministri i punëve të jashtme të Italisë Antonio Tajani vlerësoi rëndësinë politike dhe strategjike të korridorit 8, duke e lidhur atë me procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Për italianët, korridori 8 nuk është vetëm zgjidhje teknike, është zgjidhje politike, sepse kjo është pjesë e strategjisë për bashkimin e Ballkanit, është përparësi strategjike për qeverinë italiane. Do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të bëheni pjesë e BE-s. Me 30 mars do të kemi një grup të miqve të Ballkanit për të firmosur mbështetjen për bashkimin e rajonit. Në përfundim të sesionit, pranishmit nënshkruan një deklaratë të përbashkët, kur i afirmuan angazhimin për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim të ngushtë rajonal. Dokumenti e cilëson korridorin 8 si një poshtë strategjik lindje perëndim dhe si komponent kyç të rrjetit TEN-T që kontribon në sigurinë, prosperitetin dhe stabilitetin e Europës juglindore.